është gjendja është e qetë, biles është kohë e mirë, unë dje kam dalë dhe kam frekuentuar edhe plazhin dhe pardje, kështu që shpresojmë që mos ndodhi diçka e keqe. Shiko, këto janë luftra dhe moderne sot. Ka i koncepti i luftrave si më përpara, pra ti 1 minutë përpara njoftohet që do të hidhet një bombardim. Kështu që duhet ta marrim paksa me pozitivitet. Shpresoj që të kthehemi sa më shpejt në Tiranë, pasi edhe mësimin tek Universiteti Mesdhetar sot me studentët e vitit të tretë e zhvillova online. Qartë. Mirë ishte të mos na bëni të reklam të universiteteve këtu, për gjithsesi. No, jo, po e them për jam okay. Jo. Dua të them që gjërat janë shumë. Zonja Abdyli, në fakt unë dua edhe një pyetje tjetër. U raportua të shtunën në mos gaboj për një sulm në aeroportin e Dubait. Situata aktualisht është e qetë? Është e qetë, sepse tani nuk ka më njerëz atje, se fluturimet nuk ka më, mund të ketë persona që kanë nejtë aty sepse nuk kthehen dot dhe kanë gjetë alternative dhe për të fjetur dhe për të ushqyer atje. Por këtu hotelet dhe ushqimet janë falas, jemi njoftuar për sa koha do zgjasi në këtë situatë emergjence. Ndërsa më problematike është pastaj Abu Dhabi, është aeroporti kryeqytetit, sigurisht që sot ka pas dhe mëngjes bombardime dhe siç jam njoftuar nga IVA, me njëherë Abu Dhabi, qeveria këtu, autoritetet e Emirateve Bashkuara kam shkëputur marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe kanë përzënë gjithë trupin diplomatik për të marrë masat pastaj që jeta këtu të vazhdojë normalisht. Qartë. Pra ju thoni që ju vijoni të jeni të qetë, nuk ka asnjë lloj shqetësimi, pavarësisht bllokimit që jeni për shkak të linjave ajrore të cilat nuk janë aktive. Shpresojmë shumë që ato të hapen së shpejti, ashtu sikurse ju e thatë, dhe ju të mbërrini në Shqipëri, ku do ndjeheni edhe më të sigurt, besoj apo jo? Sigurisht që unë me zor pres sepse kam djemt atje dhe ato janë shqetësuar dhe kam shumë telefonata si nga miqt, shokët, por edhe nga shoqet dhe nga studentët e mi. Dhe janë gjithë të merakosur se çfarë do ndodhi. Besoj që po pra janë qetësuar nga kjo intervistë dhe nga informacioni që i ke dhënë nëpërmjet telefonatave që keni patur me të afërmit tuaj. Unë ju falenderoj shumë, shpresoj shumë që ashtu sikurse ju e thatë të riktheheni në Shqipëri në datë 6, ashtu sikurse ju është njoftuar. Faleminderit që më dhe mundësinë që të komunikoj direkt dhe të më shohin jo vetëm familjarët e mi, por gjithë qytetësit shqiptar. Media është gjithmonë pranë të gjithë qytetarëve dhe halleve të tyre. Faleminderit edhe një herë. Mirë, ne do të vijojmë të flasim